Ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala, "Law fakkara an-nasu kulluhum fi hadhihi sura lakafatuhum." Ky është transmetimi më i saktë nga Imam Shafiu, se e gjejnë forma të ndryshme, kjo është më e sakta. Thot, sikur gjithë njerëzimi të mendonin në këtë sure, do ju mjaftonte që të reflektojnë. Sikur gjithë njerëzimi të meditonte, të analizonte këtë sure, pra surën El Asr, do t'ju mjaftonte për t'i rizgjuar, për t'i kthjelluar, për t'i sjell edhe një herë, domethënë, vëmendjen mbi rëndësinë e shansit të vetëm që ka gjithë secili prej nesh në këtë botë, që është jeta e tij. Dhe është një shans që nuk përsëritet, pra nuk ka të dytë, të tretë apo të katërt. Njeriu vjen një herë në këtë botë dhe në sajt të kësaj ardhje, o e fiton xhenetin, o e humb xhenetin, o e fiton xhehenemin, o e humb xhehenemin. Ku zhvillohet kjo gjëja, ku është mundësia për këtë gjë, është në jetën e gjithë secilit prej njerëzve. Nga momenti që ai futet në moshën e pubertetit, pra le të themi 13, 14 apo 15 vjeç, deri në momentin që i vjen vdekja. Pra, kjo është ajo gjëja tek e cila ngrihet gjithçka më pas. Mbi këtë ngrihet agonia e vdekjes, mbi këtë ngrihet jeta e varrit, mbi këtë ngrihet dita e gjykimit, mbi këtë ngrihet strehimi ose vendbanimi i fundit i njeriu. Mbi çfarë? Mbi kohën dhe jetën e gjithë secilit prej njerëzve.